I gjithë kjo aktivitet po zhvillohet në falë mbështetjes qeverisë britanike, e cila ka vendosur me përkrah një projekt shumë ambicioz të trajtimit të dezinformimit në përgjithësi në Kosovë. E kur po them serioz, si po du konkretisht me i listu rezultatet konkrete të këtij projekti deri tash. Në më pak se 6 muaj janë publiku 260 produkte mediatike. Çka nën kupton kjo? Artikuj, lajme, infografika, dokumentar, analiza, raporte, 260 produkte mediatike si pjesë e këtij projekti janë prodhu. 13 dokumentar edhe debate televizive. Janë financu 15 gazetar tjerë të cilët kanë apliku me një konkurs për të publiku hulumtime, analiza që luftojnë dezinformimin në forma të ndryshme. Po ashtu, si pjesë e këtij projekti janë trajnu mbi 80 zyrtar, të cilët vinë prej gjykatave, prokurorive dhe institucioneve të ndryshme, janë trajnu për mujt me detektu dezinformatat që janë me rëndësi për punën e tyre. Fjala është për dezinformatat që flasin edhe për doganën, për gjykatat, për prokurorim, për policin. Shtyllat kryesore kanë qenë për me bo edukim të publikut në dezinformim, mbështetje për luftimin e dezinformimit, zhvillim të kapaciteteve të institucioneve tona për me luftu dezinformimin, edhe në fund qëllimi i këtij projekti ka qenë ajo për cilën jemi këtu sot, me e prodhu një hartë të dezinformimit Kosovë. Me hartëzu mënyrën që shpërndahet dezinformata, me e tregu edhe me emna, masi kjo është prej gjanave cilave na u ka kërku me të madhe. Në fund, në 70 faqet e raportit që e prezentojnë kolegët e mi, ka dhana specifike të dikun 300 burimeve të ndryshme që analizohen për shpërndarjen e dezinformatës në Kosovë. Nuk po e zgjas, sepse për detajet e projektit, detajet e raportit, detajisht do të flasin kolegët e mi autorët e këtij raporti, Kreshnik Gashi dhe Visar Kryeziu. Por, para se të flasin ata për raportin, unë po e thras për fasusin e institucionit që ka vendos me përkrah dezinformimin. Më po thom, kolegët e mi flasim sa shumë pare harxhon Rusia për me e shpërnda dezinformatën, e unë e falenderoj ambasadën angleze që jo veç që flet kundër dezinformimit, po ka investu, apo që thojnë anglisht, jo vetëm flet, por me vepra e tregon që po do me luftu dezinformimin, e drejtë me thonë ambasador, është mirë qeveria jonë dhe institucionet tona, taksa paguesi jonë talmën me e përcel vin që po e përcel taksa paguesi anglez, që po investon në luftimin e dezinformimit. Faleminderit shumë që jeni mbledhur këtu sot para se të flas për ndonjë gjë, ndoshta së pari të përmendi kështu garën, çështjen e garës, e konkurrencës. Shpresoj mas pari që Kosova të përballet me Anglinë ose me Skocinë në futboll në kampionatin botëror. Urime për fitoren e mbrëmshme. Pikë pari, këtë deshta ta them. Së dyti, faleminderit shumë për fjalët jeta. Faleminderit shumë për punën që Birni dhe Internewsi e kanë bërë për këtë projektin kaq të rëndësishëm Midwatch, i cili ndihmon në konfrontimin me një realitet të vështirë që Kosova, si një demokraci evropiane, përballet, dhe ajo është përballja me dezinformimin dhe luftimin, përpjekjet për ta luftuar dezinformimin në të. Dhe raporti me të vërtetë në mënyrë të qartë paraqet dëshmitë e kësaj pune në mënyrë të shkëlqyeshme. Mirë po, duhet thënë se kjo nuk vjen vetëm për Kosovën, por gjithandej nëpër Evropë po përballemi me fushata të ashpra të dezinformimit, kryesisht nga Rusia. Ministrat tonë në Britani të Madhe kanë qenë të njëzëri dhe e kanë folur të gjithë se ky kërcënim është shumë serioz. Në vitin 2023, kolegët tonë nga Britania, bashkë me kolegë të tjerë, kanë cekur në mas të madhe
përpjekjen e Rusisë për të ndërhyrë në zgjedhjet në Moldavi dhe për të vendosur, pra për të vendosur personat e vet të preferuar në krye të vendit. Këto ndërhyrje, këto intervenime flagrante në shtete të tjera, në demokraci të shteteve tjera, me të vërtet na shqetësojnë shumë. Kolegët e mi nga Britania e Madhe dhe nga BE-ja pra e thonë se Rusia nuk po i sulmon vetëm njerëzit, por Rusia po i sulmon edhe vetë nocionet e të vërtetës objektive, cilat po u humbën nuk mund të rikthehen më. Prandaj kjo është pjesë e strategjisë së tyre për ta dobësuar Evropën, për ta dobësuar qëndrimin e bashkuar të BE-s dhe mbështetjen e saj për Ukrainën. Qëndrim të cilin e mban Kosova gjithashtu në mënyrë të fuqishme. Kuvendi i Britanisë së Madhe paralajmëroi se Rusia dhe Kina janë duke e trajtuar fushën e informacionit si një betejë, si një mejdan lufte të ri. Pra, me parimin që gënjeshtra përhapet shumë më shpejt se e vërteta. Dhe në këtë mënyrë, pra, kanë marrë përpjekje për të nxitur terrorizëm, për të nxitur tensione dhe për të nxitur trazira. Pra, gjitha këto dezinformata minojnë, çrregullojnë institucionet, diskutimet, migrimet, temat e migrimit, temat e ndryshimeve klimatike, të sundimit të ligjit e të tjerë, dhe i lënë qytetarët në amulli të asaj se në çfarë të besojnë, dhe pra e bën vendin të atill që demokracia të mos mund të jetë e qëndrueshme dhe të mos mund ta mbrojë të vërtetën shumë. Për të kuptuar rolin e medias sot, duhet që fillimisht të ndalemi te transformimi i informacionit. Dikur, besoj pajtohemi, informacioni kishte një arkitekturë të dallueshme. Përpunohej në redaksi, filtrohej përmes standardeve profesionale dhe shpërndahej në intervalet të caktuara. Sot, kjo arkitekturë fatkeqësisht është shpërbër. Informacioni nuk ndjek më rrugën lineare, ai qarkullon në rrjetet hapura, të fragmentuara dhe të ndërmjetësuara nga platforma që nuk prodhojnë as përmbajtje, por as informacion. Dallimi mes lajmit dhe interpretimit është bërë i paqëndrueshëm, ndërkaq dallimi mes informacionit dhe manipulimit nuk ka qenë asnjëherë më i zbet. Ndaj, në këtë realitet të ri, liria e medias nuk mund të kuptohet më vetëm si mungesë e censurës. Ky definicion është i pamjaftueshëm në epokën digjitale që po jetojmë. Sot, liria e medias matet edhe me kapacitetin e sistemit për garantuar transparencë, për të zbuluar ndikimin dhe për të mbrojtur integritetin e informacionit. Dhe pikërisht këtu fillon problemi ynë. Nga se në këtë arkitekturë të brisht të hapësirës informative, çështja e pronësisë së mediave nuk është dytësore, është thelbësore, është themelore. Mënyra se si zotrohen dhe financohen mediat përcakton drejtimin e informacionit që qarkullon në publik. Pronësia ekziston në letër, por jo gjithmonë në kuptimin substancial të saj, sepse ajo që mungon në fakt është identifikimi i kontrollit real, ekonomik dhe redaktorial. Strukturat e ndërmjetme dhe pronësia indirekte e bëjnë të vështirë të kuptohet se kush vendos, kush ndikon dhe në anën tjetër kush përfiton. Zakonisht kur trajtohet liria e medias, diskutimi fillon dhe përfundon te raporti mes medias dhe qeverisë. Ky është një kornizim i njohur, i trashëguar nga një kohë ku rreziku kryesor vinte nga ndërhyrja direkte politike. Por sot liria e medias përcaktohet gjithnjë më shumë nga raporti me pushtetin real, përmes pronësisë, financimit dhe kapaciteteve të përqendruara që e bëjnë të mundur jo vetëm mbështetjen, por edhe drejtimin e përmbajtjes. Kjo është arsyeja pse në shumë raste autonomia redaktoriale është pothuajse inekzistente dhe pronarët përzgjedhin atë që lejohet të raportohet. Këto dinamika tashmë të njohura evidentohen në mënyrë të vazhdueshme edhe në raportet ndërkombëtare, të cilat theksojnë përqendrimin e pronësisë dhe ndikimin e interesave ekonomike në hapësirën mediale nga një numër i kufizuar pronarësh. Megjithatë, edhe kur këto gjetje bëhen publike,
ato rrallë herë trajtohen me seriozitetin e dur brenda vet medias. Shpesh kalojnë pa u problematizuar, pa u analizuar dhe pa u kthyer në debat të mirëfillt. Prandaj nëse duam të kuptojmë lirinë e medias, sot duhet të shohim përte raportit klasik me qeverinë, duhet të shohim strukturën e ndikimit që e rrethon median, që e frymëson atë dhe shpesh e kufizon vetë hapësirën e saj të lirisë. Në mungesë të kësaj arkitekture etike dhe reagimi ynë ndaj dezinformimit mbetet i shpërndar, i pakoordinuar dhe reaktiv. Dezinformimi është bërë pjesë e një logjike të gjerë ndikimi që operon përtej mediave dhe përtej kufive të shtetit. Ai nuk prodhohet as pa dashje, as rastësisht. Ai planifikohet me shumë kujdes dhe shpërndahet në mënyrë të koordinuar përmes kanaleve të ndryshme, duke përfshirë media tradicionale dhe platforma digjitale, shpesh pa autor të identifikueshëm dhe pa përgjegjësi të qartë. Në këtë kontekst, hapësira informative nuk mund të trajtohet më si një dimension neutral i komunikimit publik. Ajo është bërë hapësirë ku ndërhyhet në vazhdimsi, ndërhyhet në perceptim, në besim, ndërhyhet në mënyrën se si qytetarët e kuptojnë realitetin politik dhe atë institucional. Dhe kur këto ndërhyrje bëhen të vazhdueshme dhe të pakontrolluara, ato të fillojnë të kenë pasoja që shkojnë përtej debatit publik dhe e dëmtojnë stabilitetin e shtetit, sepse një shoqëri që përballet vazhdimisht me informacion të manipuluar, fillon të dyshoj bashkë në çdo gjë, në institucionet, në proceset zgjedhore, madje edhe në faktet historike, siç e kemi parë gjatë ditëve që lan pas. Dyshimi pra nuk ndalet këtu, ai depërton në çdo fushë, pra fjala e profesorit vihet në pikpyetje, rekomandimi i mjekut relativizohet, ekspertiza nuk pranohet më si referencë, por si opinion mes shumë tjerëve. Pra çdo zë trajtohet si barabart pavarësisht përgjegjësisë apo kompetencës. Kjo bëhet edhe më komplekse me zhvillimin e hofshëm teknologjik. Inteligjenca artificiale po ndryshon natyrën e përmbajtjes, ajo mundson prodhim masiv të materialeve që duken autentike por nuk janë. E bën më të lehtë imitimin, më të shpejtë shpërndarjen dhe shumë më të vështirë verifikimin. Andaj çështja e dezinformimit nuk mund të trajtohet më si temë periferike, i pëlqej apo nuk i pëlqej dikujt, e as si diçka e politik mediale. Ajo është pjesë e arkitekturës së sigurisë dhe si e tillë kërkon jo vetëm vëmendje, por edhe kapacitet real për veprim. Jeta me të drejtë përmendi edhe rolin e qeverisë, edhe rolin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë ligjvënës në vend. Ka peshë për adresimin e çfarëdo problemi, çfarëdo dukuria apo fenomeni me cilin përballemi si shoqëri. Në agjendën legislative, pra për periudhën 2026-2028, qeveria ka proceduar dhe ka parapar projekt ligjin për Komisionin e Pavarur të Mediave, pra që të procedohet. Unë uroj që të kalojmë sfidat me cilat po përballemi, pra që ta gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit në mënyrë që vendit mos shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të vazhdojmë me punët që i kemi para vetës, që janë shumë. Por në anën tjetër edhe si kryetare Kuvendit zotohem se do ta trajtoj integritetin e medias dhe mbrojtjen e hapësirës informative si prioritet legjislativ dhe institucional. Por edhe do të nxjis debat të hapur dhe të strukturuar, pavarësisht sfidave që pajtohemi të gjithë i kemi në këtë, sepse ne kur flasim pra për këtë çështje zakonisht merremi që jemi kundër mediave. Kjo nuk ka të bëjë me atë. Le të flasin, le të shkruajnë për gjithçka, le të bëjnë çfarëdo kritike, por ajo të mos jetë shpifje, të mos jetë manipulim me qëllime të caktuara. Madje sa kam qenë ministre e drejtësisë, unë kam pas një bashkëpunim shumë të mirë me mediat dhe me kërkesat për qasjen dokumente publike. Por në anën tjetër kemi pas portale, kemi pas edhe mediat të tjera të cilat nuk kanë pasur qëllimin e mirë, qëllimin e njëjtë. Prandaj, në fund, edhe një herë pra, po e adresoj zotimin tim që të angazhohem që t'i adresojmë përgjegjësitë që kemi si Kuvendi i Republikës, jo vetëm raport me ligjin për KPM-n, por edhe gjithçka tjetër, çka shtetet tjera, sidomos shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, e kanë bërë në këtë drejtim në mënyrë që ta adaptojmë edhe ne si shtet. Dua të shpreh mirënjohjen time për gjithë ata që me profesionalizëm dhe me integritet kontribojnë në zbardhjen e këtyre sfidave, përfshirë autorët e këtij raporti,
Kreshën, Visarin, gjithë që kanë kontribu, por gjithashtu edhe gjithë gazetarët dhe medjave që i qëndrojnë besnik standardeve të profesionit në shërbim të vërtetës dhe interesit publik. Faleminderit.